Nuk janë vetëm krimet, korrupsioni dhe kontrabanda edhe më tej prezent në burgjet e Kosovës, por së paku në një rast ka patur edhe përdunim. Së fundi 4 të burgosur kanë përdunuar një të ri të burgosur i cili ishte dërguar për të vuajtur 22 ditë burg, pasi nuk ishte patur parat paguan të dënimin prej 400 eurosh. Viktima e përdunimit ka kërkuar të largohej nga ajo qeli, por kërkesa e tij ishte injoruar nga stafi i burgut. Ky rast kriminal, krimet, korrupsionin dhe kontrabanda në burgje do të diskutohen sonte në emisionin në RTK Betimi për drejtësi që transmetohet në orën 22. Prokuroria themelore në Pej po vazhdon hetimet rreth zbulimit të aktit kriminal, ku një iri ishte dhunuar nga të burgosurit në burgun e Dubravës. Iriu viktim e dhunimit kishte qenë i dënuar me 400 euro gjobë, të cilat në pamundësi për t'i paguar, ishte detyruar të vuante 22 ditë burgim. Për vuajtjen e dënimit, iriu ishte vendosur në një dhumë me 4 të burgosur tjerë, të dënuar me më shumë vite burgim. Të burgosurit sipas viktimës, në mënyrë çnjerëzore e kanë dhunuar atë. Ja nesër me bëha e gole, e kam tjere oficirin, e kam bëha e që pe që tuvit se ka po pënucin. Ma ka bëha e se ka bëha e gole, apetit. As një oficir nuk vike, e kam bëha të tjetër, me kriju, e kam pogën e kam bëha. A që unë gjole e kam bëha të shullin, a i tjetër a orën, nga të nuk ka apët liveri. Ma shmë së prek atin, a i tjetër ma ka gjitë për që tuvit, ka gjitë për mesë dhe mu ka gjitë për mi. Edhe ka fillu mi tesha që të bëha pa. Unë e kum kopë që shtë për me njën e durë se shesha. Unë më nesha me piskot, më kam qelë kujën me durë. Kështu edhe për mi, e më neki me kiturën me mindesh mlopa. Derisa prokuroria po vazhdon hetimet, përfaqësues të organizatave që monitorojnë burgjet, thonë se akti i dhunimit ishte dëgjuar nga të burgosurit në dhoma tjera, por që nuk ka pasur reagim. Ka pohimin nga të dënuarit e tjerë se janë dhe zhurma ose thirrje nga ajo dhoma, apo krisma nga muret e asaj dhome. Zyrtarët e shërbimit korrektues të Kosovës thonë se posa të ndryshohet rasti, të gjithë do të mbahen përgjegjës. Janë organet kompetente me kompetencë plot për me shkuetimin deri në fund. Dhe askush nuk i përjashtohet përgjegjësisë penale, qoftë drejt për drejt, subjektive dhe objektive. Ka hetimet kanë me shku deri në fund, besoj organet tona kompetente dhe ka më ndryshuar rasti deri në fund. Me marr dënimin e merituar për kryesit e veprës. Dhunimi të burgosurit në burgun e Dubravës ishte bërë në shtator të këtij viti.